أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lavdimet dhe falëndërimet tona I takojnë vetëm Zotit Gjallëshanu. Atë madhrojmë dhe falëndërojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dedikojmë të dashurt njerëzisë, vulës së pejgamberve, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata të cilët pasuan bartën dhe të ta bartin këtë udhëzim të tij deri në përfundim të kësaj dhunjaje. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër xhamat, me lexuar diçka nga Kurani në namaz, një ajet Kuranit I cili ka kuptim, ose një sure të shkurtër, cila do të qoftë ajo, është farz namaz. Pa lexuar diçka nga Kurani në namaz për ato që di me lexue, namazi nuk pranohet. Në raste kur njeriu nuk ka mundësi me lexuar diçka, nuk din asgjë, kemi fol për alternativa të tjera. Leximi elhamdulillahit I surës Fatiha është vajib, është obligim me lexuar surja Fatiha. Ai që nuk e lexon me qëllim dhe apo pa qëllim, namazi I tij është I mangët. Sigurisht që përgjegjësia para Zotit nuk është e njëjtë sikurse që ai që e bën qëllimisht, sikurse ai I cili nuk e din apo ka harruar kështu me radhë. Mirpo, në rast se dikush e harron apo nuk e lexon Fatihan elhamin, namazi I tij pranohet si obligim. Po shpërblimi është I mangët I cunguar. Kemi thënë se elhami është ajo pjesa që e plotson apo është njëra prej sureve që konsiderohet më e kërkuara në të gjitha namazet. Bismillahirrahmanirrahim e lexojnë ana para elhamdulillahit. Gjithherë sa herë të lexohet elhamdulillahi, gjithherë sa herë lexohet surja Fatiha, duhet, është sunet realisht, më lexue edhe Bismillahirrahmanirrahim. Sepse kjo është e ndërlidhur me leximin e Kuranit. Ndërsa audhu billahi lexohet vetëm një herë në fillim të namazit, pas subhanekes, sepse është pjesë e duas, e lutjes, që ti drejtohesh Zotit Gjallëshanu duke I thënë E'udhu billahi minash shaitanir rajim, o Zot kërkoj mbrojtje prej shejtanit mallkuar, që ti më lut lehtësu mu me fal këtë namaz në formën më të bukur, më mundësua me përfundua, me u koncentrua, me marr shpërblimin sa ti jep shpërblim për ata që e falin namazin për ty. Prandaj audhu billahi është dua dhe lutje që Zoti me të zhveshën, me të liruar prej ndikimit të shejtanit, që me pas mundësi ti me u fokusu, me u koncentru, që shpërblimi yt në namaz të jetë maksimal. Prandaj audhu billahi minash shaitanir rajim këndohet vetëm në fillim të namazit, sepse ti po fillon një vepër të jashtëzakonshme, të veçantë, e që është namazi, dhe në fillim të punëve të mira, sikur kjo këndohet audhu billahi minash shaitanir rajim. Dërsa bismillahi thamë është I ndërlidhur me leximin e Kuranit dhe lexohet gjithherë sa lexohet Fatihaja. Para Fatihas së fjala. Na duhet me bë përpjekje që kur të lexojmë Kur'an, kur të lexojmë elhamin, surën, një dova apo që si themi ne, të caktuar me lexue si ashtu sikurse që është më së miri. Me lexue ashtu sikurse që ka zbrit nga Zoti Gjallëshanu, e që quhet Kur'an. Me lexue sa më mirë, me ia dhon hakun shkronjës, fjalisë e kështu me radhë. Mirë po, rregullat e tajvidit, rregullat e nunit sakin, mimit sakin e kështu me radhë, janë ai dekori apo janë disa parametrat e cilat e plotësojnë shpërblimin, e hjeshojnë namazin, e hjeshojnë paraprakisht leximin e Kuranit dhe e kompletojnë leximin edhe shpërblimin e tënd në namaz. Prandaj themi se rregullat e leximit të Kuranit, të xhvidit që shumica e popullit ton nuk I din, janë sunet të preferuara
nuk ndikojnë në saktësinë apo mos saktësinë e namazit. Dhe këtë që po e themi, e kanë thënë dietarët islam, Imam Nawawiu thotë se ka dakordim midis dietarëve islam se rregullat e tajvidit janë sunet mustahab. Dhe lëshimi i suneteve me qëllim është mekruh. E pa qëllim inshallah je i falur nga ana e Zotit xhaleshanu. Dhe inshallah nuk paksojnë asgjë prej sevapit që ty të ka humbur për shkak mos respektimit disa rregullave të Kuranit. Për këtë arsye po them me thonë me këtë se kur të lexojmë Kur'anin, duhet më mundu me lexuar sa më mirë. Po lëshimet në rregullat të leximit nuk prishin punë në saktësinë e namazit. Kështu që na duhet me bë përpjekje sa më mirë me lexu. Por në rast se ka bën dikush nuk më le thot si duhet, mos të shqetëson kjo, e rëndësishme është me qenë vullneti, dëshira, përpjekja jote që ti me lexu dhe me fal namazin në formën më të mirë. Nëse dikush nuk e thot elhamin dhe mundet me thonë se dikush nuk e din hiç për shembull, duhet me lexu diçka tjetër. Mirë, po dikush e din elhamin e ka harru. Po flasim për rekatën e parë dhe e dytë në farz dhe për në të gjitha rekatet nëse fjala për sunete. Nëse ka harru elhamin, atëherë do të më bëj sejdë në fund sepse ka lëshuar njërin prej vaxhive, por namazi nuk ka nevojë më përsërit sepse është i pranuar. Kemi thonë se xhamati nuk ka nevojë me lexue pas hoxhës. Kur unë për shembull e fali namazin e drekës dhe ju falni pas meje, nuk keni nevojë përkundrazi nuk ban ju me lexu kurrë nga Kurani, kur jeni në kom. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man kana lahu imam fa qira'atu al-imam lahu al-qira'a." Nëse dikush është fal pas imamit, leximi i hoxhës si imamit është lexim edhe për ty. Ky është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndër dietarët e shumë që e kanë saktësuar apo e kanë konsideruar këtë hadith me kon më preciz si pjesë hadithet me cilat argumentohet me të është edhe Sheikh Shuaib Arnauti, i cili në vëllimin e parë, në faqen 171, në librin e Ikhtiyar Ta'lil al-Mukhtar, thotë hadithi është i pranuar për argumentim. Ndërsa në Musnedin e Ahmed ibn Hanbelit, vlerësimi i Sheikh Shuaibit në vëllimin 23, faqe 16 thotë se ky hadith është i pranuar. Domethënë, nëse imami lexon, konsiderohet ky lexim edhe i xhamatit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Inma ju'ila al-imam li yutammima bih fala takhtalifu alayhi." Është bërë imami që me plotësua dhe me ju priu në namaz. Prandaj pasoni atë, mos veproni ndryshe prej tij. Për shembull, ti nuk guxon imamin me kundërshtu dhe me njet. Nëse imami të fali kindin dhe on i kindia farz, dhe on po du me falni farz, po jo ti kindis drekës, nuk pranohet namazi, sepse nuk jam njeti jam nuk është i përputhshëm me njetin e imamit. Nëse njeti nuk bën për me ka ndryshe me imamin, po flasim për farzet tash, sepse sunetet janë kategori tjetër më ult, atëherën si ka mundësi që jo me lexue mënyrë barabart edhe imami edhe xhamati. Dietari islami mirënjohur Ibn Rajab al-Hanbaliu në librin e Fathul Bari ala Sharh Sahih al-Bukhari thotë se vëllimi 8 faqe 269 thotë se ajeti i Kuranit kur Zoti xhaleshanu ka thënë: "Wa idha quriya al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Nëse lexoni Kur'an, atëherë heshtni me shpresë se do të mëshiroheni nga krijuesi i gjithësisë. Ky ajet i Kuranit, Ibn Rajab al-Hanbaliu ka vdekur 795 Hijri. Transmeton nga Ahmed ibn Hanbali që të dytë s'kan lidhje me mëdhëbin tonë juridik. Transmeton se kuptimi i këtij ajeti të Kuranit, nëse lexohet Kur'an heshni, dietarët islam janë dakordu se kuptimi i këtij ajeti është kur imami duke fal xhamati me hesht, kur imami është në hutbë xhamati me hesht. Ky është kuptimi i ajetit të Kuranit që ka dakordsim të dietarëve islam për këtë kuptim.
E pejgamberi alayhis salam ka thënë la yujma ummati ala dalala. Ummeti jam nuk dakordohet në punë që është e gabuar. Prandaj përderisa është realizuar dakordësimi, domethënë është e vërtetë. Mirë po, na paraqitet mendime prej njerëzve tashamirës të fesë dhe duke dashur që sa më shumë me mrish shpërblimin e namazit, thonë Hoxha Efendi, mirë ti po thu mos me lexo, po na kur po fal me masteje, ma mirë me lexo Kur'an se sa më na shkuam me atje në punë, administratën, tregtinë, bujqësi e dikun tjetër. Atëherë ma mirë me angazhu veten me lexim të Kur'anit se sa me mendue punë të tjera të dunjallakut. Kjo është pyetja që na referohet nga xhamati. Mirë po, praktika tregon ndryshe se një punë kur të bëhet rutinë, nëse ti s'mundosh me u fokusue, angazhimi me lexim ty nuk të pengon me të shku me diçka tjetër. Sa herë lexon ti elhamën deri në fund nuk e din ç'i ke lexuar. Se të bëhet rutinë. Sa herë ti e kry namazin krejt të thua e kryva? Se bëhet rutinë. Prandaj njeriu koncentrohet namaz në bazë të angazhimit që e bën ai me shpirtin, luftën me vetveten për më koncentrue. Leximi ty nuk ta shton as nuk ta pakon mundsinë apo dozën e koncentrimit. Dhe krahas kësaj kemi ajetet e Kuranit, hadithet pejgamberit alayhis salam që po na tregojnë dhe po na thojnë se xhamati e pason imamin. Ju kam thënë javën e kaluar, nëse imami s'ka abdes, atëherën namazi juaj s'është i pranuar hiç. Për shembull, ka mundësi me ndodh kjo. Prandaj, xhamati pas imamit kur është, nuk ka nevojë me lexuar asgjë nga Kurani. Ai flet me Zotin për juve. Ai ju përfaqëson juve. Leximi i tij është leximi juaj. E kjo është nimet prej Zotit, sepse shumë prej xhamatit nuk kanë mundësi me lexuar leximin si duhet. E hoxhallarët imamat janë të përgatitur për këtë pjesë. Prandaj ju përfaqësojnë juve, e inshallah ky përfaqësim ka më qenë dozë shpërblimi më të lartë sepse bëhen në formë më të mirë. Një gjë do të më pas në konsiderat. Jeni duke u fal vet. Për shembull, për më të pranuar ty leximi, duhet me shqiptu shkronjën. Ju lutem, kjo është e rëndësishme. Kur thamë në vetvete, kur e fali vetën namazin, thamë elhamdulillahi rabbil alamin, duhet unë jo vetëm me mendu leximin, po duhet me shqiptu, me do shkronjën, me më dëgjue vetën teme me dëgjune, vetveten time me dëgju ka lexoj. Kur të dëgjoj vetveten time, shumë herë kam më dëgjue dhe shoku apo fqiu jam që të fol afër meje. Dhe nëse secili xhamat do të lexon të vet, sa dëgjon vetveten, që në mënyrë natyrshme kam të dëgjoj njëri tjetrin, sepse kur të dëgjoj unë veten, kam më dëgjuar që është afër, do të bëhej ushtim në për xhami. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshillu sahabët që edhe pa qenë namaz hiç mos me penguën njëri tjetrin duke lexuar Kur'an. Me ul zonën njëri leximit Kur'anit, edhe pse s'kan qenë namaz. Kur kanë qenë xhami duke lexuar grupe, ul në zonën mos e pengon njëri tjetrin. E çfarë mendoni për namaz kur është adhurim special, specifik me krijuesin e gjithësisë? Për këtë pjesë që xhamati s'bën me lexuar pas imami, dietarë islam prej dietarëve islam ka pasur që kanë shkruar libër 500 faqe për këtë pjesë. Nuk po duam të zgjat më shumë. Mirë, po duam të tregu që namazi i xhamatit është i mbështetur, i ndëlidhur, i kurzuar me saksinë e namazit të imamit. Dhe kjo është rahmet dhe lehtësi për xhamatin. Dhe për këtë arsye preferohet që më fal mas imamit, sepse imami bart përgjegjësinë e namazit, e tani më dal imam përgjegjësi kohë shumë e madhe, e do të më pas kujdes shumë, e jo më dal me marr guximin pa qenë kompetent më dal me fal namazin para xhamatit. Kur vjen te fjala amin, themi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar duke na thënë se kur thot imami wala dallin, ju thoni amin. Dhe nëse përputhet amini jon me të melekëve, me emër të Zotit ka më qenë kjo dua pranuar dhe mëshirë prej të Madhit Zot xhaleshanu. Në njërin prej transmetimeve të transmetuesit Duail ka thonë akhfa sautahu. E ka ul zonën kur ka ardhur te fjala amin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një verzion tjetër të hadithit, po të njëjtit transmetues nga Alka me thotë se
e ka ngrit zonën, rafa'a sautahu, kur ka thonë amin. Ebu Hurejra tregon hadithin tjetër, thot e ka ngrit zonën sa e ka dëgju, ka pas mundësi me dëgju safi i parë. E ka ngrit zonën sa ka pas mundësi me dëgju safi i parë. Thash pak ma herët që ti kur të lexojsh vetë me vetën tonë dhe të sigurohesh që ke bo leximin si duhet, është e mundshme me dëgjue fqiu i tu fal me ty. Prandaj kur e ka lexuar pejgamberi alayhis salam me qetësi dhe ka thonë amin, ka thonë ka pas mundësi me dëgju safi i parë, por s'ka pas mundësi safi i fundit. Nëse kish me qenë lexim me z amini, kish me dëgju ke xhamia, po jo vetëm safi i parë. Prandaj kjo tregon që e ka lexuar vetë, po ka pas mundësi me dëgjuar safi i parë. Fillimisht po dojna me përcaktue se amini është do, lutje. Kur themi amin, është do lutje. Fjala amin nuk është pjesë elhamdulillahit. Nuk është pjesë elhamdulillahit. Dhe kur thua le dalin, elhami ka përfundu. Amini është do lutje. Musa alayhis salam është lut. Harun i vllau i tina ka thonë amin. Jo është përgjigj Zoti aty në kur i ka thonë Allahu e ka pranu doën e tyre. Qad ujibet da'watukuma. E ka pranu doën e tyre. Po veç njëri ka bë do, tjetri ka thonë amin. Do të thonë fjala amin është do. Zoti ka thënë do lutje. Prandaj prej suneteve të doës është doja më thonë me shpirtin tënd dhe krijuesit gjithësisë, jo me zot lart. Dhe këtë na thot Zoti xhaleshanu në Kur'an kur da drejtohet duke na thënë ud'u rabbakum tadarruan wa khifya, lutë Zotin me frikë, respekt dhe dru në heshtje. Ajeti Kur'an thot në heshtje. Zakariya alayhis salam Zoti ka lavdruar kur ka bë doa wa nada rabbahu nidaan khafiya. E ka lut Zotin, e ka thirr Zotin me një thirrje të fshehtë, subhanallahu sa e bukur kjo me Zotin. Kur na të thrasëm dikën, do të më ngrit zonën. Prandaj këtu rregullat e dëgjueshmërisë apo jo janë për neve, po jo për krijuesin e gjithësisë. Do të thonë heshtja, doja në heshtje është më preferuar tek Zoti xhaleshanu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar një herë në udhtim ka qenë do sahabi duke u lutur me zë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thënë innakum la tad'una asam wala ghaiban. Ju nuk keni duke lutur një Zot i cili është i padëgjueshëm që nuk dëgjon, e as dikon i cili nuk është prezant. Do të thonë atë të cilin po e lutni është prezant me dijen e tij. Dhe i cili dëgjon gjithçka. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë mos i ngritni zonat e juaj. Sepse Allahu është prezant. Në surën Qaf Zoti në Kur'an ka thënë aqraba ilaykum min hablil warid. Allahu xhaleshanu është më afër për ju se sa damari i çapës tuaj. Prandaj ngritja e zonit në amin është sunet. Nëse dikush e bën nuk ka punë fal krimi, se so kur gjë kjo është sunet edhe me bë dhe mos me bë sunet është. As nuk e prish namazin, as nga kjo nuk varet saksia e namazit. Mirë po, me thonë doan aminin me në heshtje në vetveten tonë, është suneti pejgamberit alayhis salam, është konform rregullave të edukatës së duas lutjes, prandaj kjo është e preferuar nga ana e Zotit xhaleshanu. Megjithatë, kemi hadithet pejgamberit alayhis salam që transmeton Aliu dhe Ibn Mesudi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë amin e ka zvoglu zonën e tij. Nuk e ka thënë me zot lart. Andaj, e bëjmë një refresh shpejt. Në këtë pjesë. Fillimisht thamë që me thon aminin është sunet e pejgamberit alayhis salam. Dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam kena të shumta që pejgamberi alayhis salam e ka thënë aminin dhe ka ul zërin e tij. Transmetimet që pejgamberi alayhis salam e ka thënë aminin me zot lart, kjo lartësi e zonit ka qenë sa me dëgju safi i parë që tregon e ka thënë vetvete, po ka pas mundësi me dëgju safi i parë dhe këtë transmetim na sjell Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Zoti në Kur'an ka thirr neve që me lut
Zotin me zë, me frik respekt dhe në heshtje. E ka lavdru Zekrijan a.s. për arsye se ka thirr Zotin xhaleshanu në heshtje. Prandaj doja në formën e heshtjes që ka diçka më e preferuar tek Zoti xhaleshanu wa xhelal. Krahas kësajna kemi hadithe të sahabëve të njohur që janë kanë të afërt me pejgamberin alayhis salam. Aliu ka qenë djali i migjës pejgamberit alayhis salam, ka qenë i pestit që ka pranuar Islamin, i katërt ose i pestit. Ibn Masudi ka qenë për njerëzve më të afërt të pejgamberit alayhis salam, saqë thotë mi ka mësuar pejgamberi alayhis salam 70 diçka sure të Kuranit prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mi ka mësuar pejgamberi sallallahu në mënyrë të drejtë për së drejti. Prandaj këta njerëz të afërt me pejgamberin alayhis salam kanë treguar që fjalën amin e ka thënë pejgamberi alayhis salam paza. Kjo besoj që mjafton për këtë pjesë. Pas selamit do të më lexoni surët e Kuranit. Në surë të cilën do të lexon njeriu plotësohet obligimi. Nëse shton një ajet të Kuranit, nëse pas surës është në rregull. Me lexo 2 surë njërin pas tjetër, gjithashtu është në rregull. Me lexo 3 ajete të shkurta të Kuranit, gjithashtu plotësohet obligimi. Me lexo një ajet gjatë, sa jap kuptim të plot, që ngjan këty në 3 ajeteve të shkurta, gjithashtu plotësohet obligimi. Po dikush e lexon për shembull gjys faqe Kur'an. Po gjatë leximit ka gabuar një ajet Kur'anit. A duhet me përsërit namazin? Jo, s'ka nevojë me përsërit namazin. A duhet me bos sejdë? Tham, të dashur vëllazër. Me lexuar diçka nga Kur'ani është farz. Me lexuar ilhamin është vajib. Me lexuar një ajet gjatë ose 3 të shkurta ose një sure të shkurtër është vajib. Me shtuar këtë dozë të leximit është sunet. Me gabuar që të pjesën e sunetet nuk e obligojnë se sejdën. Prandaj s'ka nevojë për me përsërit apo për me bos sejdë për shkak të gabimit në lexim, sepse sejdja nuk e ndryshon e as nuk e përmirëson leximin mbi të gjitha, gabueshmëria në sunete nuk e obligon sejdën. Jemi përgatitur dhe kemi lexuar surën, dojna me shkum ju përkul krijuesit gjithësisë. Allahu xhalla shanuhu. Rukuja konsiderohet pjesë përbërëse e sejdës. Është në nështrim ndaj krijuesit gjithësisë, për ulje. Vetëm se kur bëjmë sejdë, për ulja është maksimale. Zoti në Kur'an ka thënë warka'u wasjudu, bini në ruku dhe në sejdë. E ka sjell bashkë në ajet Kur'anit. Kur Zoti xhallahu shanuhu i ka urdhëruar melekët me i ranë sejdë, me ju përul Ademit alayhis salam, kjo përulje sipas komentatorëve të Kuranit ka qenë përulje që i kanë ngjarë rukus, jo sejdës. Por melekët e kanë respektuar këtë, ndërsa shejtani i mallkuar e ka refuzuar këtë përulje ndaj njeriu nga mendjemallësia e tij, sepse ka pas dituri edhe pozitë lartë e Zotit. Prandaj kur i ka urdhëruar Allahu me i dhënë me i bë ruku njeriu apo sejdë, siç e ka thënë Zoti me shprehjen sejdë në Kur'an, në shenjë respektit ka refuzuar. Njeriu nëse refuzon nënshtrueshmërinë ndaj krijuesit, ka më qenë nënshtruar në tokë dhe në qiell. Por nëse i përulet urdhrave të krijuesit, ka më qenë ngritur ashtu sikurse i ka ngrit Zoti xhaleshanu melekët. Prandaj rukuja është pjesë përbërëse në nështrimit tonë ndaj krijuesit të gjithësisë. Organet e trupit të njeriu i nënshtrohen urdhrave të zemrës së njeriu. Prandaj kur një zemra jon i nënshtrohet urdhrit të Zotit, nënshtrohet edhe trupi ynë për madhrimin e krijuesit të gjithësisë. Kur ne shkojmë në ruku, kena dashur dhe në mënyrë praktike kena zbatue njërin prej urdhrave të Zotit xhaleshanu. Allahu xhaleshanu na ka urdhëruar që me i bë sejdë Zotit. E sejdën e ka bërë Allahu xhaleshanu vendin ku njeriu është më së afërmi me krijuesin e tij, Allahun xhaleshanu. Kur njeriu është në sejdë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka thënë se njeriu është më së afërmi me Zotin xhaleshanu. Kur njeriu është në sejdë, mundësia më të pranuar doja dhe lutja është optimale, apo mundësia dhe vendi më i mirë
për pranimin e duas së lutjes tonë. Kur jenë sejdë je shumë afër Allahut dhe aty kërko duan, aty kërko rahmetin e Zotit xhaleshanuhu. Prandaj namazi është pozitë e jashtëzakonshme e madhrimit të Zotit xhaleshanuhu. Të dashur të respektuar, sejdja është pozita më e forta, më e rëndësishmja, më e qëndrueshmja, më e dashura në namaz. Sejdja pozita më e rëndësishme e njeriut në namaz. Sepse pjesa më e lartë e jotja bie për hir të Allahut nënshtrohet dhe nuk ka mundësi njeriu më u nënshtru për hir të Zotit dhe se ka më ngrit Zoti xhaleshanu. Prandaj na lutim Allahun që të na bëj prej llojeve të melekëve, prej veprave të tyre, dhe të na largoj dhe të na mundsoj që të jem sa më larg refuzimit të sejdave. O të dashur vëllezër, shejtani e ka muhua apo e ka refuzu një sejdë të Zotit. E ata që se falin namazin, sa sejdë në baza ditore refuzojnë. A nuk friksohemi na një ditë që na përjashton Zoti për rahmetit vet, pasi që për refuzojnë as sejdën, ashtu sikurse që e ka përjashtu shejtanin për shkak të ndjemësisë së tij. E lutim Zotin që më na i fal mëkatet tona, hamendjen tonë, pakujdesin tonë. Më na llogarit Zoti të falur për shkak se na dob në krijesë dhe nuk e kuptojna këtë sa duhet. Dhe më na mësua Allahu xhaleshanu që zemrat tona me qenë të nënshtruara, të përkushtuara me Zotin xhaleshanu ve xhelaluhu, alhamdulillahi rabbil alamin.